Kosovarët po paguajnë deri në mbi €1.60 për 1 litër nafte këto ditë. Oda ekonomike e Kosovës propozon uljen e normës së akcizës për naftë dhe pezullimin e përkohshëm të tatimit mbi vlerën e shtuar për këtë produkt që të menaxhohen çmimet. Kemi propozuar që Qeveria e Republikës Kosovës të ndërmerr 2 masa fiskale. E para që ta ul normën e tatimit të akcizës për derivatet e naftës dhe e dyta ta largoj plotësisht për një periudhë të caktuar, përkohësisht. Kryetari i OEK-ut Lulzim Rafuna vlerëson se me zbatimin e këtyre 2 masave çmimet e naftës mund të bien deri në 40%. Po sipas analizës tonë, kjo do ndikojë rreth 30 deri në 40% që çmimi i naftës të ulet prap në supozimin se do të largohet tërësisht tatimi i normës së akcizës apo dhe tatimi i vlerës së shtuar. Rafuna thotë se nevoja për ndërhyrje të qeverisë është urgjente në këtë fazë. Ulja e akcizës për naftën për së paku 3 muaj po shihet si zgjidhje edhe nga dhoma e tregtisë dhe industrisë. Presidenti i saj Skender Krasniqi thotë se kështu do të garantohet stabilitet. Kjo është një nevojë emergjence që një afat spaku 3 muajor, njërë që të kemi një stabilitet, sepse situatat me cilët është duke ndodhur në Iran dhe në gjithë botën, mund të ndikoj edhe që të kemi rritje edhe me të madhe të çmimeve se sa kemi aktualisht. Lufta aktive në lindje të mesme ka ndikuar në rritjen e çmimeve të derivateve në shumë vende të botës. Ministria e Industrisë dhe Tregtisë Mimoza Kusari Lila ka deklaruar më herët se çmimet pritet të stabilizohen në muajt që vijnë. Edhe karburante të tjera që Kosova i importon kanë shënuar rritje të çmimit.